Banorët e Dervician dhe të fshatrave të tjera nga Dropulli ju përgjigjen thirrjes së shoqatës vullnetarëve Dipsakos për t'u informuar për pandalimin e sëmundjeve të zemrës, si dhe rreziqet që mban sasia e madhe e glukozës në gjak. Drejtuesja e grupit mjekësor të ardhur nga Janina ndihet shumë e emocionuar, por edhe shumë krenare që shoqata e saj arriti të sjellë mjek të mirënjohur në Dropull. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή. Ne jemi një shoqat vullnetarësh, ku emri i saj nënkupton diabetin. Mendojmë se kemi detyrim moral për të ndihmuar banorët e Dropullit. Mjekët e mirënjohur që përbëjnë grupin me 6 veta, do të bashkëbisedojnë me banorët për të parandaluar rreziqet nga sëmundjet e zemrës, duke u përqendruar tek diabeti. Mjeku i mirënjohur zoti Konstantinos Papas, drejtori i klinikës së kardiologjisë në Spitalin Universitar të Janinës, ishte referuesi kryesor i takimit sensibilizues në Dervician. Është e disa herë që vizitoj Dropullin dhe Gjirokastrën. Kam shumë miq nga këto treva. Jam i lidhur shpirtërisht dhe për këtë jam shumë i nderuar. Në këto 34 vitet e fundit kam pasur shumë pacient nga Shqipëria, ku një pjesë e mirë ishin anëtar të minoritetit etnik grek. Jam në prag të pensionit, por do të vazhdoj të kontribuoj për shëndetin e gjithë shtetasve shqiptar. Në fund të bashkëbisedimin me banorët grupi mjekëve nga Janina, kreu tek ta të fundit ekzamenimet të madjes së glukozës në gjak, kurse banorëve që kishin parametra të larta të glukozës, ju shpërndan falas aparate të madjes së sheqerit në gjak. Infeksionistja e Spitalit Alcikosta në Janina shpjegon kushtet higjienike para se të kryhet matja e sheqerit në gjak. Jam shumë e emocionuar që ndodhem në Dervician. Sot do të sqaroj banorët e Dropullit për kushtet e higjienës para kryerjes së matjes së glukozës në gjak. Secili duhet të lajë duart para se të bëj vetë ekzaminimin e sheqerit. Ky takim sensibilizues u bë i mundur falë edhe kontributit drejtuesve vendor në Dropull.